Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ai mësonte fitoren Selin, ja si përgjigjet Egli Tako. Në një intervistë së fundmi, Egli ka ndarë përshtypjet e saj për sezonin e fundit të Bigut, duke folur për mënyrën si e ka ndjekur spektaklin, nivelin e produksionit dhe për zgjedhjen e kastit. E kam ndjekur, patjetër që e kam ndjekur. Kam thënë që është e pamundur të shpëtosh Bigut. E kam parë me aq sa kam pasur mundësi se edhe 24/7 është e pamundur, edhe për dikë që nuk ka angazhime. Tha ajo. Pikat kryesore, ato që marrin viralitet në rrjetet sociale, padyshim. Produksioni këtë vit ka qenë jashtëzakonshëm. Kemi parë ca çuditëra këtë vit që nuk e kishim parë ndonjëherë. Për këtë bën diferencën. Për sa i përket kastit, mund të them që mund të ishte edhe më mirë, duke marrë parasysh produksionin gjigant. Nuk ishte bërë kur diçka e tillë në mediat shqiptare. U kënaqa shumë që fitoi Selin. Shtoi ajo ndër të tjerash.